Ja, t'ju bëj një pyetje shkencore, ti ngacmojnë që këta. Keni kursuar në i lek të vit për shembull? Nuk kemi ardhur për financat. Erdhëm për ëndra të gënjejmë. Nëse do të gënjejmë, ne do themi po. Asgjë sa ashtu do. Keni bërë lekët rushe kumblla. Rëndësi ka që jemi mirë, pastaj lekët... Do më thënë pas ka qenë dhe viti kredive. Dëgjo, leku është bërë për të prishur. Për të prishur. Nëse leku hynë në portofol, aty ka vëndin. Po të hyri në mëndje pastaj... O, pa Ornella, leku në mëndje. Kurse mua më ka ndodhë këshu në 2025. Mua më ka hyrë në mëndje, po së gjë e keqe. Ashtu, ë? Po. Nuk është gjë e keqe. Unë dua që lekut me rri në portofol. Se pastaj, po të pash ty, si këshu super bjonde, të shikoj them, qa mund t'i marrë kësaj? Kurse nuk të shikoj portofolin, unë të shikoj si shpirt, qa ke, do më thënë, si je, sa e ëmbël je, do më thënë, kjo ka vlerë. O Klodi, nuk e ke vënë redi që brenda portofolit tënë është një person që ti eq lekët? Nuk e ke vënë re që duke sikur ti vjedhi lekët në portofolit? Edhe produktet kështu ishë? Po Klodit nuk i ndodhin këto gjëra, se Klodi është shumë spiritual. Besoj që jam me njëri portofolit. Unë nuk të shoh si lek. Produkti. Po t'i që kish bësh yoga tek unë ti, normal që do paguash. Por ama, dua të them këtë që përfitoj shpirtin. ajo çka ti jep si monedh, për mua nuk ka vlerë. Në krahasim me atë çka unë do jap që të ndryshoj ty fizikisht dhe mëndërisht. Urimet që unë marr nga njerëzit kanë më shumë vlerë se ajo kartë monedhë që më japin. Se nuk jeton dhe ti me urime tani Jo, shkutëm. dëgjoj. Nuk po them që unë Klodi e ka sa më shumë urime merë, aq më shumë të ardhura ka.